Fenomeni shkodran Luiz Eli ka publikuar një video që po bën namin në rrjet, ku këtë herë shfaqet me vajzën e tij të adhurueshme Luna Mari në një vend të veçantë dhe argëtues për fëmijët siç është kopshti zoologjik. Videoja nis me Luizin që mban në krah vogëlushën e tij dhe i tregon asaj një nga kafshët më të mëdha dhe më mbreslënëse që ndodhen aty, luanin. Shikimi i Lunës është i mbushur me habi dhe kureshtje teksa përpiqet të kuptojë se çfarë po ndodh rreth saj ndërkohë që baba i saj e udhëzon me butësi dhe dashuri. Luizi si gjithmonë duket shumë i përkushtuar, i qeshur dhe i mbushur me emocione, në një moment që nuk ka nevojë për shumë fjalë për të përçuar dashurinë që ai ka për vajzën e tij. Videoja më pas vijon me pamje ku Luizi dhe Luna shfaqen të rrethuar edhe nga fëmijë të tjerë duke krijuar një atmosferë familjare dhe plot gëzim. Ky është një ndër ato momentet që të shkrin zemrën dhe të ngroh shpirtin sepse tregon se si një artist i famshëm si Luizi di të jetë. Thjesht një baba i përkushtuar që i dhuron kohë, kujdes dhe përkujdesje bebushes së tij. Ndjekësit janë mahnitur nga ky postim dhe kanë reaguar menjëherë me komente të mbushura me dashuri dhe emocion, ku më së shumti vlerësojnë mënyrën se si Luizi po rrit Lunën dhe se si i jep asaj kujtime që do i mbaj mend gjithë jetën. Ndjekësit kanë komentuar se është e qartë që vogëlushja po rritet në një shtëpi ku dashuria dhe përkushtimi janë gjithmonë të pranishëm. Ky moment nga kopshti zoologjik është një nga ato copëza që mbeten në zemër dhe që tregojnë se Luizi nuk është thjesht një artist i suksesshëm, por mbi të gjitha një baba që di të jetë aty, ta udhëzojë, ta surprizojë dhe ta dashurojë vajzën e tij në çdo hap të rrugës.